Rikthehemi sërish në transmetim të drejt për drejt. Në këtë pjesë të dytë do të flasim për atë triumf të jashtëzakonshëm që kombëtarja shqiptare bëri në Leskovec, në shtetin e Serbisë, kundër kombëtares serbe. Një triumf që u festua në çdo metropol evropian dhe botror ku banojnë shqiptar. Përfshirë këtu edhe qendrat më të rëndësishme shqiptare, si në Tiranë, Prishtinë, në gjitha qytetet shqiptare, në Tetov, në Tuzë, pra kudo u festua. Ishte një lloj ngazëllimi kombëtar që kalonte çdo përmas që jep fusha e blertë e sportit. Për të folur për këtë ndeshje, bashkë me kolegen Esmeralda Mulaj, do të jem me dy të ftuar të tjerë, do jem me ekspertin e sportit Artan Shyti, mirëmbrëma zoti Shyti, dhe me kolegun Tami Kono. Mirëmbrëma Tani. Ndërkohë nga Prishtina do jetë trajneri i njohur Ismet Munishi. Ismet, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Një përshtypje telegrafike, festove një herë të shtunën në darkë? Festova me familje. Një përshtypje të parë për ndeshjen. Si të duk, Ismet? Ndeshja ishte jashtëzakonisht e vështirë, duke ditë rrethonat, por që unë e përgëzoj trenerin për përgatitjen psikologjike të futbollistëve për këtë ndeshje dhe në përgjithësi për përgatitjen psikologjike të gjithë stafit të Federatës Shqiptare, sepse nuk ka qenë as pak e kollajshme, edhe skuadra është kundërpërgjigj gjithë kësaj situate me një luftë të pa kompromis në fush, po njerit me sjellje jashtëzakonisht korrekte dhe të koncentruar vetëm te pjesa e lojës, te pjesa sportive. Sa ndikoi don paraqitja e dobët e kombëtares serbe, se kam përshtypje nuk është Serbia më e mire 10 vjetëve të fundit? Pavarësisht që është ndoshta edhe më e dobta në historinë e saj, me kualitetin e futbollistëve, por gjithsesi në rrodhët e veta ka futbollist jashtëzakonisht talentuar edhe ndeshja si ndeshje nuk ka qenë as pak e vështirë, as pak e lehtë. Ka qenë shumë e vështirë dhe kjo neve nuk na intereson. Neve na intereson fitoria jon, triumfi jon, pastaj për kombëtarët secili i bën ato llogaritë veta, por për neve ishte një gjë fantastike, jo vetëm në aspektin emocional dhe mund të them edhe patriotik, por edhe në aspektin e vazhdimësisë së kombëtarës tonë, sepse pas kësaj ndeshje kombëtarja jon rriti shumë gjasat për atë vendin e dytë dhe fiton shumë besim më tutje. Kjo është shumë e rëndësishme në një moment kur na nuk kemi qenë mirë. Muj me thonë se nuk kemi qenë mirë dhe kam qenë me thonë drejtën edhe skeptik para ndeshjes. Okej. Tami, ti ishe ndoqë ndeshjen në stadium. 2-3 detaje që ne nuk i kemi parë në ekran. Çfarë ka bërë ty përshtypje aty? Tani, shiko, kur një ndeshje arrin dhe shikon atë sukses që ne të paktën, thashë unë kam qenë edhe në rastin e parë në Beograd, me fjalë dhe ishte tjetër situatë, kjo dhe tjetër situatë. Ne, ajo që më ka rënë përshtypje herë e para punës njerë, siguria maksimale për sa i përket mbarvajtjes ndeshjes, ata, më thënë, serbët ishin të përkushtuar që do të thotë, duke qenë se janë në fije të pejit për sa i përket UEFA-s dhe FIFA-s, kanë probleme nga më të ndryshmet, sepse unë e kam thënë dhe FIFA do thoja që i mori pak me përgëdhili për sa i përket mënyrës se si i dënoi që 15% e stadiumit ishte bosh dhe gjoba prej 100.000 franka zvicerane që u vu tani. Sepse në atë që bën me Anglinë dhe paralajmërimet që kishin marrë, normalisht ndeshja duhet luheshe pa tifoza fare. Domethënë ekipet kombëtare tjera nuk kanë bërë asgjë, kanë bërë shumë herë më pak dhe është boshatifshur stadiumi. Por kjo është tjetër gjë. Dhe unë pas që e para punës njerë ata ishin të përkushtuar për sa i përket siguritisë që normalisht donin që gjatë 90 minutave para ndeshjes e mbas ndeshjes, domethënë thash njerë... Qa elemente kështë siguria, se siguria është donë? Jo, siguria kishte atë sepse, për shembull, unë e pash që ne ishim një grup gazetarësh që nuk ishim me delegacionin, dhe e pash që ne në çdo moment
na shoqëronin sepse kërkonin që... Unë mbaj mend për shembull se unë kam qenë me grupin e gazetarëve që shkuam në Beograd kur shkoi kryeministri Rama dhe mbaj mend doon që të nesërmen do thonte nga Beogradi në Preshev delegacioni, gjitha autostrada Beograd-Niš ishte totalisht e zbrazur, pra masa ekstreme të sigurie. Jam shumë dakord. Qa masa kishe në këtë razën? Atje, për shumë, kur kemi shkuar ne, ata kishe një informacion që një grup në kamufluar si gazetar, këtë na e tha inspektorët që kishin ardhur nga Shqipëria. Ishin 4 inspektorë nga policia e shtetit, nga drejtoria e policisë së shtetit, kishin ardhur me atë, sepse ata direkt në atë, sigurisht na njiftin, fal ekranit, fal këtij profesionit, por normalisht ata i kishin emrin sepse federata i kishte dhënë që është një grup gazetarësh që është jashtë delegacionit. Sepse grupi gazetarëve ne dhe Supersporti, mos gaboj, ishim jashtë delegacionit. Kishim shkuar me makinat tona, sepse kombëtarja me grupin e gazetarëve erdhën me avionin nëpërmjet Rinas-Niš. Rinin në një autostradë... Pra, do në zbritën në aeroportin e Nishit, jo në Beogradit. Kanë thuar, jo, s'ka lidhje Beogradi në Niš. Në jug, 20 kilometra nga Leskovaci. Nga Leskovci, leta temi Leskovci. Dhe ne na kishin thënë që shiko, edhe hotel, ne kur raportuam, unë për gjithë media që raportova, nuk duhet thoni me emrin e hotelit, ishte në autostradën Leskovc-Niš, hoteli atje, vetëm kombëtarja dhe delegacioni që kishte ardhur, nuk kishte fare atje, të uajt të tjerë, ose më mirë atje. Ishte hoteli, dhe më thënë që normalisht, por ne kishim hallin tonë, sepse ne na thanë që shiko, ku jeni juve? Po i tham hotelit, okej, vetëm duam një gjë. Në qoftë se lëvizni me makinë, jeni me 2 makinë me targa shqiptare, duhet keni parasysh gjë, do na njoftoni ne. Pati donë se kur në transmetim të drejt për drejt u la të kuptohej që pati incident në tribunën e gazetarve. Pati një incident në pjesën lartë, ku, do më thënë, në 2 reshtat, si vazhdojnë të ajo komplet, ishte Supersporti, do më thënë, ishte Ylli Aga me Redi Jupin dhe me Ardian Alia që ishin në koment, dhe aty një nga tifozat, do më thënë, nuk e di pse shpati një problem, edhe pati një problem, po jo, nuk ishte gjë periferike, jo. Nuk ishte në një gjë, kupton, u fërshëllye imni, tash ato janë gjëra që ndodhin, më në kuptonë, por ajo që më ranë në sy ishte që kur ka mbaruar ndeshja, mbi 10 veta që ne na ndante një xham me tifozat që ishin atje, në tifozat, pjesët mbrapa ishin me flamurin UEFA, ishin me flamurin e Serbisë, 5.000 ishin tifozat numër komplet, ndërsa ata 10 a 12 veta nga ata, edhe kur shanin dhe përshpëritnin me atë, kur themi ne që nuk shkon një gjë mirë, na dhanë dorën, bile ne kishim disa libra, na kishim vënë të gazetarë disa libra që ishin të ndeshjes. Më në kombëtarja serbe, ca gjëra, unë 2 nga ato me fjakuton, ata kur dhanë dorën, thanë, bravo, e merituat, sot ne jemi, më thënë, më dobët të sot për kombëtarin e tyre. Pat, apo rezultati pritshëm? Gjitha bashkë, jo i pritshëm, më optimistët e dëshironin, po, nuk ishte kollajt, pretendosh, për dëshirosh shtjetër, gjithet pretendosh fitoren në Sërbi. Por duhet gjitha bashkë, për fitoren ndeshjet duhet edhe përjatitje, duhet edhe fati, duhet në rastësia që solli që e gjetëm Sërbin si kombëtare, po dhe si shtet në një situatë tillë që kishte më tepër rëndësi për të qetësia, stabiliteti, se sa rezultatet e masat që mori ishin masa që në një farë mënyrë unë kam penalizuar ekipin e tyre, sepse do ishte më ndryshe si u kishte. Atë që bëm ne kur u bën ndeshja ishim më të mëdha. Ne nuk e bëm, domethënë, nuk e çuam, si më thon Cërrik apo në Rëshen, ne çuam në Elbasan ndeshjen e parë se s'kishte stadium, ndeshjen e bëm këtu në Tiranë. Masat e sigurisë janë, por nuk kanë qenë më të mëdha sa kur ka ardhur Izraeli për shkakun, sepse atë ishte shumë problematike. Por ishin masat e sigurisë, ata e kanë tepruar, aty kanë qenë 5.000 spektatorë dhe 5.000 policë. Domethënë, shifrat zyrtare ishin në rreth e qark stadiumit në Leskovc, ishin 5.000 policë, pra forcat e sigurisë që ruanin. Kështu që edhe kjo në një farë mënyrë na ndihmoi ajo rastësia që e gjetëm dobët, e gjetëm me konflikte, gjetëm me përplasje ekipin kombëtar, fakti që ai dha dorëheqjen më njëherë tregon këtë, por e rëndësishme që fituam, e rëndësishme që ky është futbolli, sepse nuk është shkencë
aplikohen shumë shkenca në futboll, por nuk është shkencë, është një kombinim rastësisht dhe domosdoshmëri që në fund fare domethënë e bën më tepër art, e bën më tepër interpretim momental se sa një llogarie të mirë field bazuar në koeficientet, bazuar në sa futbollist, sa para, sa stadiume ke, mund të kesh komplet i disbalancuar, por ama në fund fare në fush mjafton një moment ashtu domosdoshmërimi i talenti dhe megjithëse duhet të thënë që ne gjatë 90 minutash ishim goxha si thua të qetë, të motivuar. Unë pash një ekip kombëtar që meriton veç trajneri, gjithë tjerët meritojnë notën maksimale 10, sepse në fund fare... Po trajneri pse jo notën maksimale? Po, ishte më mirë se herët e tjera, po për aq sa më takon mua, domethënë nuk dua ty në specialistin, por me që ti shikon që në krahun tënd të djathtë mbrojtjes, ata e bën gjithë pjesën e parë, ose pjesën më të madhe të pjesës parë, ishin shumë kollaj, duhet kishte marrë masa. Ti hyn në pjesën e dytë me një gol dhe pastaj luan prapë me 3 sulmurës nga cilët po ndoshta mbrojtja më mirë është sulmi. Jo, varet, po pastaj kur ty të bie lojtari në fush, manaj, heroi, dhe thot mundro, në psikologjinë e sportit, kur lojtari thot mundro, ka një 10 minuta që duhet ndruar, sepse ai vazhdon të rri prej ambicës e të tjerë. Kështu që duhet ishte ndruar më shpejt, por se ndruaj minutën 77 e ka ndruar minutën 87, kështu që kishte përmirësim goxha. Pra i sa më takon, do më thënë, okej, vë 10 të tjerë, ati vë 8.5 këtë rast e të fituan, por nuk është se, do më thënë, nuk është se e shof një element të shtuar. Unë besoj që mund ishte menaxhuar dhe pak më ndryshe, besoj që edhe formacioni, më pëlqeu formacioni fillim, po gjatë rrugës pastaj e pash që nuk ishte veprimet e tij, nuk ishte në sinergji me atë që po zhvilloi në fushë. Më i mirë ishte Uzuni që e ka snobuar për vite me radhë, apo jo? Edhe ai që lojtar që duhej, më mua duhej Daku dhe më tepër sepse Daku është një djalë që e ndjen atë ndeshje. Lojtari që ka lëvizur më tepër. Na duhej Hoxha dhe më shpejt, mund na duhej dhe Barjani më shpejt, kështu që kam përshtypjen që mund të ishte bëjmë. Megjithatë, në fund fare, ajo që më takon më tepër them se ato që thash janë element teknik, është që në fund fare futbolli, sporti dha një mesazh në atë librin që të çova dje, është një shprehje që thot presidenti i Amerikës, thotë është më e rëndësishme një fitore në fushën e sportit se fitore ushtarake, se ti një fitore ushtarake e vret kundërshtarin. Në fushën e sportit ti e mund, impakti është i njëjtë në reputacionin, imazhin e pam dje se çau bën. Na u duk shqiptarëve në gjithë botën duk se e kanë mundur Serbinë në të gjitha fushat. Në fakt e mundën në një lojë 11-11 me një top trumbullake. Në fakt, Artan, sporti ka një rol të jashtëzakonshëm në psikozën kolektive të kombeve dhe ndikon deri dhe në luftë dhe në paqe. Për shembull, lufta në Jugosllavi, shenjën e parë dha në stadiumin Maksimir. Skena e famshme e Bobanit që godet policin kur ndodhen përleshje në fushë me serbëve dhe kroatëve, ajo që dha një sinjali që ore këto 2 kombe po shkojnë në luftë. Ka një gjë tjetër edhe më. Ose siç ka dhe një gjë tjetër, dohon që në lashtësi që lojrat olimpike bëheshin dohon edhe për të veneruar, për të nderuar paqen. Para se të bëjë Europianin duke të butrojnë në Gjermani, Der Spiegel nxorri një artikull 5 ndeshje futbolli që ka ndryshuar botën. E di kush është më interesantja për kohët moderne? Cila? 54, Gjermani-Hungari. Gjermania e shkruan tekstualisht, Gjermania vinte mas 10 vjetësh blackout total, errësirë plot mbas luftës së dytë botërore, as himn, as identitet. Ishte territor, sa që krijuar si Republikë Federale. Fillon territori pushtuar. Filloi kampionati e mund Hungaria 18-3 ndeshjen e parë. Po e pushkashit apo? Po, ishte ekipi më i madh i mundshëm. Gjermania shkon në finale, e mund 1-0 mos gaboj Hungarinë në finale dhe thot Der Spiegel, nga ai moment kur rabi bili i përfundimit, filloi rrugën Gjermania e madhe moderne që kemi sot. E thot Der Spiegel, nuk e thot don dikush. Pra ata e kanë dhe nuk është domethënë nuk është simbolike, është reale. Italia 82 ishte në krizë totale, ishte në kolaps total ekonomik. Fitoi botrorin, u kthye në dëgjiron të ekonomia. Nuk është më, është fuqia e pestë ekonomike botërore, fuqia e pestë ekonomike me shifra. BE-ja e ka 40 miliard atë GDP-n vëndet e BE-s në sport, është 4% e GDP-s, 40 miliard. Janë 17 milion njerëz të punësuar në sport në vendet e Europës. Nuk është më një fenomen, domethënë, dhe unë shpresoj shumë që kjo fitore, kam pak besim, po shpresoj si do qoftë,
që t'japi një impakt edhe në realitetin shqiptar. Sepse neve, do më thënë, nuk duhet shfrytëzojmë një rezultat të një federatet organizuar të financuar kryesisht me parat e UEFA-s, e cila merr shumë pak para nga shteti, apo jo, dhe ta quajmë sikur jemi në rregull, ndërkohë kur sporti shqiptar ka nevojë për shumë të financime, ka nevojë për shumë të për mbështetje, në mënyrë që këto raste të janë gjithnjë më të shpeshta, mos jenë vetëm futboll, po të janë dhe sporte të tjera që ne do të kemi nevojë të kemi, sepse janë pilula entuziazmi, të cilat nuk ndalojnë vetëm brenda sportit. Ne pam dje që edhe njerëz që nuk dinë se çfarë është sport, njerëz që nuk dinë se çfarë është futbolli, gëzonin sikur kishin arritur gjë më të rëndësishme në jetën. Vetëm në 2004 kam parë ndonjë një ngazëllim të tillë në rrugët e Tiranës. 2004 ku mundën Greqinë 2-0. Po dhe impakti, ata që kanë jetuar në Greqi, kanë dalë të nesër me kokën lart dhe grekët i shikonin sikur çfarë shikonin. E kanë thënë vetë, janë analizat bëra shumë gjërësi dhe seriozisht që impakti që ka pasur ajo ndeshje në imazhin e shqiptarëve, dhe mos harrojmë që në atë kohë shqiptarët në Greqi domethënë ishin jo se janë shumë mirë sot, por kanë qenë goxha të diskriminuar, ajo ndeshje ka kthyer shumë në që një hap i parë i vendosjes të dinjitetit. Esmeralda, kjo është kombëtarja më e mirë që kemi pasur? Tani është Si ish gazetare sportive, dikur. Po hezitoj sepse të jemi sinqert deri në këtë ndeshje, kombëtarja jonë që mbas Europianit la shumë për të dëshiruar. Do të thënë la shumë për të dëshiruar, na zhgënjeu shumë herë, nuk kishte më atë shpirtin që pam në kualifikueset për në Europian, duhej sikur kishte probleme të brendshme brenda ekipit, kishte apati dhe prandaj tani sot pas fitores të gjithë thonë që unë e dija se do fitonin, po nuk besoj se ka pasur shumë nga ata që besonin që ne nuk do të arrinim, do më thënë tek rezultati më i mirë shkonim tek barazimi dhe do ishte një fitore dhe barazimi brenda në Serbi. Por, në atë ndeshje, ata ishin një ekip që vunë shpirtin në fush. Kaq mund të them, ishte, do më thënë, luajtën shumë mirë, patën një angazhim maksimal, a është më e mira apo jo, ne kemi element që janë shumë të mirë në atë, por nuk mund të krahasoj dot dhe nuk mund të them dot. Kemi shkuar në Europian dhe jemi duke shkuar në play-offin e kampionatit botror, me rezultatet, është kombëtarja më e mirë. Se ne kemi shkuar dhe njërë tjetër për arsye që janë, jo me që e fituam të... Ndoshta dhe jashtë sportive, Fituam edhe më pas, fituam edhe atër pas Jo, si rezultate zyrtare, pra pjesëmarrja në Europian se kemi arritur në njerë. Kemi arritur njerë kur ishte erdhëm rezultati një i çmendurisë së një moment, sërbëve. por pastaj vazhdoi edhe më mbrapa, patëm edhe ndeshjet e tjera. Prandaj po them, do të shohim edhe dy ndeshjet e tjera me Andorën dhe me Anglinë, sepse ta thash se pse nuk mund ta them në këtë moment, absolutisht janë shumë të mirë. Kur nuk kemi pasur futbollistë që luajnë në nivele kaq të larta, një grup lojtarësh që luajnë në ekipe prestigjioze në Europë, që janë disa, se kemi pasur disa individ, po që t'jenë një grup kaq i madh dhe për fatin ton të mirë, në këtë ndeshje, pjesa dërmuese erdhen si titular, pra kanë luajtur si titular në ekipet ku luajnë. Pra e kishim të gjitha, por të thash, në ra optimizmin mbas Europianit, sepse performanca në shumë ndeshje, në Ligën e Kombeve, për shembull, ne lam shumë për të dëshiruar, në ndeshje që ishin me ekipe që mendonim se dhe mundim lehtësisht. Pra si individ ne i kemi shumë të mirë, por në këtë ndeshje performuan shumë mirë edhe si grup dhe arritën një fitore që ne diskutuam edhe më lartë, është më shumë se sa futboll. Unë isha në Kosovë për të parë Kosovën me Sloveninë, sepse Kosova ka realisht një ekip shumë të mirë dhe deri tani është në avantazh në Suedi, shpresojmë ta ruajë deri në fund, sepse ka një shans shumë të mirë, është 1-0, me gol të një futbollisti që e ka shumë të mirë dhe po e kërkon dhe Barcelona, që është Aslani, që e mori së fundmi, dhe ka një ekip shumë të mirë. Dhe ne shkuam për të parë ndeshje, por shumica e tifozëve aty, ne na pyesin a do fitojmë me Serbinë. Pra e kishin mendjen, edhe pse po luante Kosova dhe ka shanse të edhe ajo që të kalojnë në fazën e dytë në play-off, e kishin mendjen tek ndeshja, pra të gjithë e kishin mendjen, sepse është më shumë se sa një ndeshje futbolli. Neve edhe Serbia ishte në ditën e vetë më të keq, ka probleme të brendshme, ka probleme politike, ka futbollistë që si bindeshin trajnerit, që u reflektuan edhe më herët, sepse trajneri tyre ishte një adhurues, Aleksandar Vučić shkonte edhe në ato protestat, dhe gjithçka u reflektua siç u reflektua edhe në ndeshjen me Anglinë, ku tifozët nuk patën probleme tifozët anglezë. Tifozët patën probleme me njëri tjetrin.
Pra, përplasjet e brëndshme, protestat e brëndshme u reflektuan dhe në shkallët e stadiumit, dhe kam përshtypjen, këtë e ka edhe vetë brënda ekipi serb, se ne pam Djokovicin që iku nga Greqia, iku në Greqi sepse mbështeste protestuesit, studentët. Pra, e gjitha kanë ndikuar edhe tek ekipi. Nuk është se po i qaj hallin Serbis, ata ashtu le të vazhdojnë sa më gjatë jetë e mundur, po them dhe të gjitha këto bën që ekipi jonë të shfrytëzoj atë moment, por realisht edhe luajtën mirë, do më thënë se pa ju rënë fare në qafë, se kur janë keqë temi, por... Regjia me Kreshniku, ju lutem, Kreshnik, si e shpegon këtë ngazëllim në gjithë rrugët ku banojnë shqiptarë? Mendoj që është shumë dimensionale, do më thënë lidhet me Serbinë, por lidhet dhe me fitoren e Shqipërisë, lidhet edhe me Kosovën, janë shumë faktorë që kanë ndikuar në lidhet dhe me fitoren në transfer, por lidhet dhe me fitoren me gol, jo me dron. Pra, sigurisht që ne kishim kaluar një sfidë me Serbinë, por realisht nuk e kishim kaluar nëpërmjet një fitore të drejt për drejt me lojë dhe me gola. E para. E dyta, sigurisht që ka një lloj akumulimi për një sfidë të drejt për drejt me Serbinë dhe dua të shkëpus këtu mesazhin e Myrto Uzunit, i cili tha ja kishim një lloj borxhi lojtarëve të Kosovës këtë fitore. Mendoj që edhe sikur të kishte mbaruar një universitet apo master për diplomaci, nuk do kishte mundur të përcillte me një fjali një mesazh kaq të qartë. Dhe mendoj që gjitha i ngazëllimi është një faktor plus për të avantazhuar një kombëtare e cila ka shumë probleme me gjithë meritat që ka. Mos harrojmë ka probleme sepse një plesë e lojtarëve nuk arrin dot të kenë minutazh në ekipet e tyre ku ata luajnë dhe merita kryesore i shkon për hir të vërtetës atij që ne kemi qenë shumë kritik, trajnerit Silvinho, i cili na ka bërë, un kam 40 e sa vjet që ndjek çdo ndeshje, jam shumë i apasionuar pas futbollit, por për herë të parë shikoj një kombëtare e cila në transfer dhe në një gol avantazhi nuk kthehet mbrojtje, nuk krijon autobus. Pra, arriti të mbaj ekipin të pozicionuar shumë mirë dhe ta mbaj disi përpara. Pra, ne pavarësisht se ishim në avantazh, mundëm të krijonim raste dhe aksione, të organizoheshim dhe të kishim qarkullim topi, gjë e cila nuk ka ndodhur as në kombëtaren e kohës Dibrës, Pernaskës, Shkëlqi Muçës, Mingës, Agustin Kolës, Fortuzit, Ylli Sheut, asnjë nga kombëtarët nuk ka arritur ta krijojë këtë frym. Tani, pse është e rëndësishme gjithë ky entuziazëm? Është e rëndësishme, unë kam kontaktuar me shumë grupe të tifozëve. Tani është momenti për cilin kombëtarja ka nevojë. Për shembull, ne po kontaktojmë që në Andorra është një stadium i vogël, pa ai duhet të jetë kuqezi. Me gjithë vështirësitë që ka në connection flight, në këto lidhjet e fluturimit në pozicionin ku ndodhet, do të ishte mirë që në këtë transfer të jemi të super të organizuar për ndeshjen, sepse siç tha dhe ky Aleksandr Mitrovic, kapiteni i Serbisë, ata shpresojnë në një gabim të Shqipërisë, ata do luftojnë për 3 fitore, 2 ndeshje i kanë të lehta me Lituaninë dhe me Andorrën, ata do luajnë për pikë edhe në Angli dhe duke pasur parasysh që Anglia do e siguroj që këto ditë, për 2 ditë siguron kualifikimin, mund të ndodhë që në ndeshjen me Serbinë të luajë me një ekip dytë, ekip rezervash dhe mos ketë atë impenjim, dhe ne mund të jemi rrezikuar që nëse Serbia arrin të kapi fitore, ne jemi diskutim, por ne duhet jemi të përgatitur sepse Serbia ndoshta në Angli mund mos fitojë, po mund të marrë një pikë. Dhe është domosdoshme që ne të ruajmë e përsin që kemi në kundërshtarin direkt. Pra që do të thotë ne 3 pikshin s'duhet ta diskutojmë në ndeshjen me Andorrën. Dhe në këtë kontekst do duhet mbështetja e tifozëve, pastaj edhe për një arsye tjetër, më fal Ilir, që ta kuptojnë sepse tifozët nuk e dinë shumë skemën e play-offit. Play-offi është me një ndeshje dhe luhet në stadiumin, në vendin e atij ekipi që ka më shumë pikë. Është shumë e rëndësishme renditja jonë. Pra të marrin pikë edhe me Anglinë, por edhe 3 pikshin me Andorrën, me qëllim që në play-off Regjia, ju lutem lidhni me zotin Munishi. E kemi?
Si trajner dua të pyes, ç'not i vë lojtarëve të kombëtare son? Kush ishin më të mirët, kush ishin më pak të mirët? Të gjithë ishin të mirë. Prej të parit deri i fundi. Kurse kam pas Strakoshën është një ndër ndeshjet më të mira të Strakoshës. Jo vetëm që priti, po edhe rrezatoj me siguri, i jepte siguri skuadrës, që është shumë e rëndësishme. Pastaj mbrojtja, ka qenë ndeshja më e mirë Arlind Ajetit, unë e shikoj Arlind Ajetin edhe te kombëtarja, edhe te skuadra e tij se i përcjelli gjithë ta futbollista, ka qenë ndeshja më e mirë e tij. Treshja mes fushës Aslani, Sheu, Laçi kanë luftu për çdo milimetër, jam fut në duele, jam përplas. Kur pa onalun, kur se kom pa Zunin duke vrapu në fazën defanzive sikur atë ditë. Kur se kom pa Rejmanaj, po ashtu që lufton jashtëzakonisht shumë, i fito duelet, talojmë atë pjesën e golit që ishte qërshia mbi tort, por edhe gjithë ndeshja, do me thënë, sa dikur u dorëzua dhe nuk mund të më, do me thënë, u shternë ato energjit. Dhe pastaj broja, unë edhe brojën e kom pa duke vrapu në fazën defanzive, që i fshisha syt, nuk më isha me besu, sa i sfara kthehet mrapa, por gjithë ishin mitaj, pastaj gjithë ishin fantastik. Ishte 11 që janë më mirë dhe a u bën ndryshimet me emrat e duhur dhe në kohën e duhur? Tashti 11 që janë më e mirë, kjo pyetje është edhe përgjigjat gjithmonë janë relative. Unë ndigjova dhe muhabetin më herët se na jemi mësu, ka pas emra shumë të mëdhaj gjatë viteve të kombëtarja, por tash këta futbollistat gjithë janë për skuadra të mëdhaja, edhe skuadra e madhe të bën lojtar të mirë, skuadra e madhe të bën të përgjegjshëm. Trajtimi të skuadra e madhe që i bëhet sportistit dallon me trajtimin që kam pas përpara futbollistat tonë, edhe megjithëse se na kemi nostalgji për atë pjesë, por këta janë super profesionist, janë lojtarë që lyjnë për skuadra shumë serioze dhe nuk janë rastësisht me këto rezultate. Plus asaj kemi trenerin që vjen nga një nivel tjetër i futbollit. Unë i kom pas rezervat e mia mas kampionatit evropian, kemi pas probleme, kemi pas për shkak të mentalitetit, sepse na kur e bojmë një sukses, pastaj gjithë i qesim gjoksim përpara dhe gjithë i fillojmë me i marrë meritat. Nuk rrim si mentalitet ballkanik që ta arrim suksesin tjetër. Pastaj edhe nëse nuk na fut ose në bankin, me njerë fillojnë ato trazirat, na duhet përmirësohemi shumë këtë aspekt, por edhe treneri i ka pas pak fajet në këtë aspekt. Na e pa mu Zuni që a bani djetë, na mos të arrojmë se Zuni nuk është shtu fare në kampionat evropian. Edhe tash e kemi lojtarin më të mirë në ndeshjen e fundit. Edhe gjitha këto kam bo, por është e rëndësishme që kemi lojtarë dhe kemi fitu lojtarë të ri, unë ka pëlqy Sheu jashtëzakonisht shumë. Kemi fitu lojtarë të ri që do ta bartin peshën e kombëtarës edhe një kohë gjatë. Shiko, një ndeshje që normalisht trajneri Silvinjo e dinte shumë mirë që nuk mund të shkonim aty dhe të merrnim një rezultat, sepse i vetmi rezultat pozitiv për të vazhduar më tej ëndra. Ishte fitoria. Edhe pse ëndra prap nuk është shumë e lehtë, sepse e tha dhe profesori që shiko, do jenë 2 ndeshje që në bazë të kalendarit varet se ku do bien. Po për të shkuar atje, normalisht, e tha dhe Esmeralda, duhet të mbarojnë të 2 ndeshje. Do të thotë, ne të mbarojmë Andorën dhe Anglinë. Unë e kam frikë donë se e tha me shumë drejt të Ismeti, që ne testojmë dhe dehemi dhe... Anglia, Serbia ka një ndeshje më tepër, sepse ne themi që shiko, Serbia mund të shkojë dhe mund të bëjë një të pabërë. Tani Serbia mund të gabojë dhe me Letoninë brenda, se nga kjo Serbi unë qa nuk pres.
Kur them që nuk pres, sepse kjo Serbi ka problemet e veta, po ne po flasim për haranën tonë. Trajneri Silvinho e dinte shumë mirë, sepse ne kur e kemi, ne nuk është se kemi në një gjë me Silvinhon, por ato gjëra, domethënë që janë për të bërë, sepse edhe profesori tha, mbas kampionatit evropian, problemet ishin në ligën e kombeve, ku performanca sportive ishte katastrofë e kombëtares tonë. Si e shpjegon ti, përse ke kjo rënje pikë? Efekt psikologjik, kriz menaxhimi. Ne kur themi që shiko, ai është fanatik, edhe i ngjelet fanatik gjithmonë një informacioni, në qoftë se pyet një kalama, e di shumë mirë, nuk ka nevojë të pyesë një gazetar sportiv për të thënë që shiko, do luajmë nesër një ndeshje zyrtare, kush është formacioni i Shqipërisë. Dihet që në Portës Strakosha, dihet që Majtas Djathas, Mitaj dhe Ysaj, dihet që më të mirë. Domethënë, të lutem, po mirë, një ditë bukur, ky mori një ndeshje me Andorën, mori një futbollist që quhet Julian Shehu. Julian Shehu është një futbollist, një produkt i kampionatit shqiptar, që ka qenë atje, i dirë. Nuk se erdhi, nuk zbriti nga qielli. Pardje ishte nga më të mirët në fushë. Ishte, si, është nga, domethënë, që nga Andora e deri në vazhdim, është nga lojtarët, po them, po të marr një shembull. Ne kemi një futbollist tjetër Mehmeti, që luan në një ligë, siç është Championship në Angli, por që nga informacionet që pas ka mund, ai pas ka vënë ca kushte. Thonë që ai, është si puna saj që shiko, profesor, unë luaj, unë vi, por unë luaj vetëm në krahun e majt, i ka marrë këto informacione, i mora tani kur isha në Serbi, domethënë, kupton, nuk i dia, mund të jenë vërteta, mund mos jenë vërteta, domethënë, por tani në ekipin kombëtar nuk mund të vishet vesh kushte. Që të thua që shiko, unë luaj në krahun e majt, se po më vure në krahun e djathtë, tani ne kemi pasur nga ata që shiko, Edi Reja e bëri kombëtar një çorap komplet dhe ne thamë shqyqyr që erdhi ky. Tami, nga e dëgjove këtë? Kush ta tha? Kë? Ta tha Mehmeti vet? Anis Mehmetin. Jo, një sekondicion. Ti je gazetar, ta tha Mehmeti vet? Jo, nuk ma ka thënë. Po pse pyeti Mehmetin ju? Pse i çoni Mehmetit një pyetje? Ore, është e vërtetë kjo? Se unë nuk besoj që një futbollist profesionist vjen dhe thotë unë luaj vetëm Majtas. Se edhe Uzuni shkoi nga e djatën në Majt, edhe Broja ka shkuar nga edhe Broja, po ti se vëshu Broja, është ku më i rëndësishëm në qendër dhe është degdisur atje Majtas do. Sepse doja të didi aty, Silvinho odhi në fush, po të shikosh kemi luajtur me 3 nënça, që do të thotë ata, kur them numrat 9, e dim shumë mirë që Ray Miner është 9, Daku është 9, Broja është 9, që do të thotë, ai e ditë shumë mirë. Uzuni ka luajtur 9, atje ku luan e Brik, luan edhe qendër. Edhe Uzuni, dhe kur thot tani, dhe Uzuni, domethënë në fush kanë qenë 3 numra 9, u fillua loja me 9-çat. Po pse ty duket serioze kjo që unë e thras, po ai më ka thënë që unë luaj vetëm Majtas? Mua s'më duket, shiko. Se këtë kemi dëgjuar vetëm nga trajneri, se kemi dëgjuar nga lojtarët. Ç'është vërteta, domethënë këtë gjë e ka marrë vesh tani që isha në Serbi dhe të them të drejtën nuk ma merr, nuk e di. E tha trajneri në konferencë shtypë, unë nuk e kam dëgjuar, por mu duk sikur e kanë paraqitur mediat që e ka thënë trajneri. E kam thirrur, tash don, ke 2 shpendi. Ke Mehmetin, ka lojtar, me gjitha të këti përvoj qofë se zbuloj Asanin, ka të kuj fut të gjithë, se do kemi dhe koshjenë, se këta janë të gjithë të rinjë, të rinjë ka dhe këta që ka në ekip, tani ti marrë që t'i lesh në stol, bëjtë dhe më keq. Në kombëtare kemi lojtar që i kanë minutat 0. Kemi Hysaj, më falë tanë, kemi Hysaj me 0 minuta. Po, vetëm se Hysaj është lojtari më i mirë në base Europianit që ka performuar në çdo ndeshje. Aty doja të dilja pra. Këto 2 ndeshje dhe fundit është absolutisht i pa ndryshueshëm. Ai kapi numrin 93 të Lorik Canës. Domethënë bëri 93 ndeshje me ekipin kombëtar. Tani kur flasim për Hysajin, sigurisht flasim për ish kapitenin e ekipit ton kombëtar, sepse domethënë para një viti e mori Gjemshiti që ndruan dhe edhe pse nuk luan, unë nuk them, por ka një gjë, a i kishte një problem tjetër, a i kur luante, në disa ndeshje ka qenë lojtari më i dobët. Por tani, edhe pse nuk luan, po kur them 0-0, kemi Bajrami me 0 minuta, por tani Bajrami në Serie A, kur ishte në Serie A, ishte një lojtar shumë më tepër. Ka vajtur kampionatin skoces me Rangers, normalisht nuk është atë, jo se humbi rastin, nuk nisëm nga jo që humbi rastin, por është lojtar me minuta, por janë lojtar që ne na nevojiten. Edhe Silvinho i qëndron gjithmonë fanatik, ai nuk është e bën ndryshime radikale që të thua shtisë bë. Ama për ndeshjen e Serbisë normalisht ishte i detyruar.
Kur themi ishte i detyruar, sepse normalisht... Shiko, të është i doli mirë, po të luash me 3 sulmus. Në Serbi është... Po tani ishte i detyruar... Ishte i detyruar, sepse normalisht... Se unë se kisha menduar. Bravo, i shof. Po them pra... Por, ne nuk e ke... Unë personalisht... Për shembull, Uzunin unë nuk e prisja. Kë kemi dëgjuar nga... Uzunin nuk e prisja. Kë kemi dëgjuar nga specialistët e futbollit kanë analizuar ndeshjet brava, çka kanë thënë? Gjithë kanë thënë që ndrimet janë për të përdorur një fjalë katastrofë. Se kë vët informacion është e drejta jote, se kë seleksionon për cilë, po, ndrimet i shikojmë, ti s'mund bashkë lojtarmi dhe ta ndrosh të si dhe futësh daku minutë 83. Daku minutë 83. A ishë më tepër që a i të kërkon ndrim. A ishë më tepër kur të kërkon ndrim. Dësa këtë ndeshje, ku shtrijet mane, se thash njëre dhe kërkon ndrim, da më thënë që a i e ka kaluar në 105%. Të që për qaj ke 5 vetat e ti aty, për të parë pikrish rendimentin e kësaj. Dhe pse u fut daku dhe u shty ekipi sërbë dhe 20 metra më këtej. Sepse daku është më i freskët, hyri hoxha majtas, edhe qoj ekipi për para. Të që këto janë veprime që... Sepse kishte edhe diçka, edhe broja, por që i vetëmi lojtarë që shpërthen ose që ban topin, më thënë, ne dim shumë mirë që po t'i referojmë... Broja është i umpur kramë, broja është i umpur kramë. Regjia, ju lutem lidhi me Ismetin. Ismet nuk e di donë, po lojtarët më të shtrenjtë dhe donë që ishin më premtuesit të mundshëm të kësaj gjenerate, ishin edhe janë Broja dhe Aslani. Njëri i Chelsea-t, tjetri i Interit. Edhe ndonë më të shtrenjtët që kanë kartonin më të shtrenjtë. Si shpegohet që tani në kombëtare janë jo në top 3-shen e lojtarve më të mirë, kur janë në këtë top 3-she janë lojtarë që janë të klubeve shumë modeste se sa këto ku e kanë nisur këta lojtarë. Apo ne shqiptarët e kemi kërcejmë në fillim dhe e kemi kështu flak kashte. Janë problemet të ndryshme. Aslani ishte të një skuadër shumë e fortë e Interit që kishte pak hapësira. Ndërsa Broja i kishte ato dëmtimet që e qoni një hapara 2 mrapa. Po të vazhdoj Broja një ko edhe inshallah ka fatin që mos të ketë dëmtime, bëhet fjallë për një super futbolist. Por që futbolli e don kontinuitetin. Futbolli e don formën e kompeticionit, kur ti i bon 20-30 ndeshje, kur ti e lun një kampionat të tërë, aty përmirësohesh. Nuk është futbolli se mund është me shtrengu diçka ose artificialisht. është produkti... Ka përfunduar ndeshja në Suedi, si po del Kosova me Suedin? Fitum 1-0. Hajde urime, që ka java e shqiptarve. Bravo. është shekulli i shqiptarve, jo vetëm java. Në futbol, thash, se pastaj apo këtë drejdo është që nga 24 marsi i 99-ës shekulli i shqiptarve është. Kreshnik. Po tash ti, urna. Jo, më përfundoj fjalin, po. Po nëse organizomi si shqiptar në edhe futbolin do ta kemi më të fuqishëm. Unë pajtona shumë me fjalimin e kolegut që e bëri më herët. Shtetet e forta prodhojnë futboll të fort, fukarejt nuk prodhojnë futboll. E qartë. Edhe po të forcomi si shtetet do të kemi futboll shumë cilësor. E qartë. Sukses edhe njerë përfaqësues Kosovës dhe kombëtares së Shqipërisë. Ky ishte emisioni për sot, duke falënderuar gjithë të ftuarit dhe ata që kisha në pjesën e parë të emisionit. Ju uroj të gjithëve natën e mirë. Rishihemi të anën tjetër.